Prokuroria e Prizrenit, derisa ishte në krye të saj, kryeprokurori i prokurisë së Qarkut në Prizren Syl Hoxha, si dhe vetë drejtoria e policisë rajonale të këtij qyteti kanë pasur një bashkëpunim shumë të mirë. Pas rikthimit të tij në kryeprokuri dhe drejtori i policisë rajonale Nexhmi Krasniqi bashkë me asociacionet tjera dhe institucionet e sigurisë sot kanë pasur një takim lidhur me këtë bashkëpunim. Sot zëdhënësi i policisë rajonale kapiteni Jezir Berisha bëri të ditur se sot është organizuar një takim i tillë për një bashkëpunim dhe për të renditur angazhimet dhe bashkërenditur në ditët në vijim për procedurat e ndjekjes së veprave penale që të mos ketë barriera dhe të mos ketë asnjë pengesë në të ardhmen. Drejtoria rajonale është mbajt një takim ku kanë qenë pjesëmarrës e prorë të lartë drejtorisë rajonale të policisë Prizren, po ashtu kryeprokurori i prokurorisë themelore të Prizrenit dhe përfaqësues nga gjykata themelore e Prizrenit. Takimi i sotshëm ka pas për qëllim thellimin e bashkëpunimit në mes të këtyre tre institucioneve shumë të nevojshme për zbatimin e ligjit. Aty janë dakorduar që në të ardhmen të punojnë edhe me ngushtë lidhur me të gjitha procedurat e ndjekjes, qofshin ato kundërvajtje, qofshin veprave penale, mos ketë neglizhencat, mos ketë barriera, mirë po gjitha rastet të trajtohen me një shpejtësi, me urgjencë dhe në mënyrë shumë korrekte. Po ashtu ishte qëndrim i të gjithë pjesëmarrësve që takimet e tilla të zhvillohen sa më shpesh me qëllim të një performancë shumë më të mirë në mes të këtyre tre institucioneve. Ndërsa lidhur me deklaratat e mërshme për një ngjecje bashkëpunimi, sot u tha se nuk do të ketë më pengesë në këtë drejtim. Është potencuar edhe ky fakt takimin e sotëm dhe aty doli konkludimi se në mes policisë, prokurorisë dhe gjykatës nuk mund të ketë kurfar pengese dhe në të ardhmen ishte edhe premtimi i kryeprokurorit që nuk do të ketë kurfar pengese, nuk do të ketë kurfar hezitimi dhe ata çdo herë do të jenë të gatshëm ta ndihmojnë policinë në aspektin profesional, kuptohet me këshillat e tyre dhe ne do të kryjmë punën ashtu si parashë ligji. Bashkëpunimi mes këtyre dy institucioneve tha se ishte dikur shembulli më i mirë në gjithë Republikën e Kosovës dhe kështu do të jetë edhe në të ardhmen, u premtua sot.